e përzgjodhe këtë Ramazan për ne, që ne sa punojmë 11 muaj dhe ngritemi te Allahu, në anën tjetër më 1 muaj Ramazan, ngritemi po aq sa jemi ngritur për 11 muaj, madje shumë herë edhe shumë ma shumë se sa jemi ngritur te Allahu për 11 muaj. La ilaha illallah. Andaj Ramazani është dhuratë e madhe e Allahut për robën e tij. Zoti i gjithësisë këtë muaj të begat që e ka bërë shkak për faljen e njerëzve, e ka lidhur me punë konkrete. Dhe këto punë i ka përmendur veti dërguari Allahut alayhi salatu wassalam në hadithe dhe thot: kush e agjeron Ramazanin me besim dhe shpresë, ja fal Allahu i madhëruar gjithë gjunahet e së shkuarës. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Lavdet dhe falënderimit i takojnë krijuesit të gjithësisë, të plot fuqishmit Allahut absolut. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi vulën e pejgamberëve të dërguarin ton, mbi zotërinë e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, qytetarë e qytetare të qytetit të Shijakut dhe jo vetëm, hoxhallar dhe prijes të nderuar, të gjithë ju të pranishëm, e hap këtë aktivitet qoftë i begat me fjalët më të bukura, me përshëndetjen më të begat: Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Ju uroj mirëseardhjen këtu sot në këtë aktivitet, në këtë organizim kaq të veçantë, dhe ju përgëzoj me fjalët e të dashurit Allahut të lartë madhëruar se majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Sa herë që mblidhen njerëz në një nga shtëpitë e Zotit për të lexuar Kur'anin apo për ta studiuar atë mes tyre, mbi ta do të zbresë qetësia, do t'i mbulojë mëshira, do të drejtojnë ëngjël dhe Zoti do t'i përmend tek të zgjedhurit e tij. E lutim Allahun të jemi prej tyre. E për të kaluar më tej, ky simpozium sot ka në qendër të vëmendjes muajin e Ramazanit. Muajin në të cilin ndodhet nata e madhe, ajo natë në cilin shkruhet çdo gjë që do të ndodhë për një vit. Natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Ajo është nata e Kadrit. Është pikërisht ky muaj ku ka nisur të shpallet mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam libri i fundit, mrekullia të cilën e mbajmë në duart tona. Është zbritur Kur'ani familart për të hapur këtë simpozium ashtu siç e meriton, jo me fjalë njerëzore, por me fjalën më të pastër, më të begat dhe më të bekuar që ekziston, me fjalën e Allahu xhalla xhalalu. Kam derin dhe kënaqësinë të ftoj në panel hafizin e nderuar Yunis Murto, që me recitimin e tij të na qetësoj shpirtin dhe ta mbush këtë hapësirë me dritën hyjnore. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahu ja shëndet hafizin me të gjitha të mirët. Pjesëmarrës të nderuar, le të njihemi tashmë me disa prej aktivitetet të xhamisë sonë. Në harkun kohor prej më shumë se 15 vitesh, xhamia Gjepalaj ka qenë aktive në organizime të ndryshme përgjatë vitit. Me ndihmën e Allahut të madhëruar, me vullnetin dhe lejen e tij, xhamia Gjepalaj, ashtu si edhe çdo xhami tjetër aktive, nuk ka qenë kurrë një vend ku hapen dyert vetëm për namaz dhe mbyllen pas tij. Ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë një hapësirë ku besimi kthehet në vepër, ku fjala shndrohet në përgjithësi, ku është përhapur fryma vëllazërore dhe ajo e unitetit, dhe ku shërbimi ndaj njerëzve shihet si adhurim ndaj Allahut. Për hir të Zotit janë ndërmarrë aktivitete që nuk kanë pasur për qëllim famën as lavdërimin, por afrimin e zemrave me xhamin dhe me njëri tjetrin. Aktivitete sportive që afrojnë të rinj në rrugën e drejtë në shoqëri të shëndosh dhe vlera të pastra. Ekskursione që nuk ishin thjesht udhëtime, por momente reflektimi, njohje dhe edukimi ku bashkë me argëtimin u kultivua dhe besimi. Me lejen e Allahut janë ftuar 10 hoxhallar të nderuar që me dijen e tyre të ndriçojnë mendjet dhe me këshillat e tyre të zbusin zemrat. Janë realizuar vizita në xhamitë e zonës së Shiakut jo për formalitet, por për të forcuar bashkëpunimin, vëllazërinë dhe unitetin, sepse feja jonë në mëson se jemi më të fortë kur jemi bashkë. Me vullnet dhe përkushtim dhe gjithmonë me ndihmën e Allahut, xhamia është rregulluar rrënjësisht kohët e fundit, jo vetëm në pamjen e jashtme, por dhe në funksionin e saj si qendër edukimi dhe orientimi. Atributet më të larta i takojnë Zotit tonë, i cili na mundsoi që të gjendemi pranë familjeve të prekura nga tërmeti i vitit 2019 dhe po ashtu vëllezërve tanë në Turqi. Janë zhvilluar kurse Kur'ani, mësim feje dhe shpjegim të librave të ndryshëm ndër vite, kurse që kanë përfshirë fëmijë dhe të rritur të dyja gjinive. Aktivitete fundviti me hoxhallar të ndryshëm për të mbushur zemrat me iman dhe me dritën e Islamit. Një rol të rëndësishëm gjithashtu
kanë luajtur rrjetet sociale të xhamisë xhepare duke informuar dhe motivuar shoqërinë tonë. Allahut i takon falënderimi që e ka mundësuar që në Ramazan dhe jo vetëm të jepen umre dhurat. Janë shpërndar dhurata simbolike Bajrami për të gëzuar zemra. Janë organizuar aktivitete publike në sheshin e Shijakut, aktivitete me në shender fëmijët. Me lejen e Allahut, të gjithë sadakat dhe zekatet që ne janë besuar deri më tani, duke përmbushur amanetin, janë dërguar në vendin e duhur. Janë ofruar ndihma ushqimore dhe janë shpërndar 10 kurbane çdo vit. Janë shtyer 10 borxhe të besimtarëve në nevojë, sepse askush nuk duhet dihet i vetëm, dhe se solidariteti është një nga shtyllat më të forta të besimit tonë. Me ndihmën e Allahut, besimtarë të shumë nga xhamati ynë kanë kontribuar për ndërtimin e xhamisë së Shijakut, e cila fatkeqësisht po i mungon qytetit për rreth 7 vitesh, duke mbledhur një shumë të konsiderueshme. Urojmë që rindërtimi i saj të fillojë sa më shpejt. Dhe sot, duke shprehur mirënjohje dhe falënderim të thellë për Zotin ton dhe më pas për gjithë ju që jeni prezent, që na keni mbështetur me pjesëmarrjen tuaj në çdo organizim më parë, për të 4-tin vit të radhazi. Xhamia Xhepare organizon simpoziumin me temë pranver Ramazani, me të ftuar të rëndësishëm dhe të diplomuar në shkencat fetare. Simpozium, qëllimi të cilit është afrimi i zemrave ka e drejta dhe mirësia, udhëzimi i njerëzve në rrugën e drejtë dhe njohja e Zotit tonë në absolut. Gjerasin gjithashtu të falenderoj në emër të xhamisë Xhepare i çdo kontribues në anë monetare apo në punë vullnetare, të cilët janë bërë shkak elhamdulillah që kemi arritur deri në këtë pikë. Po ashtu, falenderoj përzemërsisht pronarin e resortit i cili u tregua i gatshëm duke ofruar këtë ambient për herë të dytë për kënaqësinë e Zotit lartësuar. Allahu ja shëndet me të mira, ju akompensoft çdo harxhim tuajin dhe ju dhash xhennetin Firdeus. Lutim Allahun të na forcojë në rrugën e drejtë, të na japë sinqeritet dhe le të jenë këto aktivitete fetare shembuj të së mirës në mënyrë që të na dhejë neve dhe brezave që do të vinë më vonë. Amin. Tashmë kemi arritur në një moment kulmor të këtij aktiviteti sot. Andaj, duke qenë se në mesin ton është një personalitet i shquar dhe një figurë tepër e njohur Islamit në trojës shqiptare, do të kisha nderin dhe kënaqësinë të ftoja para jush mysafirin ton, edukator dhe thirrës drejt së vërtetës, pishtar në rrugën e dijes, ndriçues me lejen e Allahut i zemrave të njerëzve, udhëzues për ka e mira dhe e drejta, doktor në shkencat fetare, hoxhën e shumë njohur, Shevqet Krasniqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim, Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë të madhin Allah të baraka wa ta'ala, qysh meriton lartmadhëria e tij, të lavdrohet, të madhrohet, të falenderohet. E gjithherë duke dëshmuar, duke pranuar, duke shqiptuar mëngësin tonë, pa aftësin tonë, që ta madhrojmë e ta lavdrojmë Zotin tonë, që shaj meritan. Hamd dhe falenderim krijuesit tonë deri sa ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falenderim Zotin tonë edhe pasit ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falenderim Zotit tonë. Salavat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij shumë fisnike, shokëve të tij shumë të respektuar
e të ndëruar, të cilët bën çmos, e bën të pamundurën, nuk e kursyen as atomin e fundit, përpjekjeve të mundit të tyre, qoftë nga ana fizike, psiqike, shpirtërore, materiale dhe krejt çfarë kërkuan nga ta, vetëm e vetëm për ta përhapur fjalën e Allahut. Dhe ata ishin sebeb, shkak, që ky Islam dhe kjo dritë qiellore të zgjerohet, të përhapet për te gadishullit arabik. Dhe dal nga dal, edhe në përperandorit e asaj kohët e atij zamani, duke i rrëzuar njërën pas tjetrës, dhe dal nga dal, duke përhapur kjo dritë qiellore edhe në kontinentin ton të Evropës, edhe pjesë e atij vendi ku depërtoi drita qiellore, ishim edhe ne shqiptarët apo banorët e Ballkanit. Sa i mëshirshëm është Allahu Azza wa Jalla. Sa i mëshirshëm është krijuesi jon ndaj krijesave të tij. Në këtë rast, sa i mëshirshëm ishte ai ndaj nesh, ndaj neve shqiptarëve dhe popujve tjerë të Ballkanit, ku na solli nurin dhe dritën qiellore. Dhe ajo dritë qiellore na i ndriçoi zemrat tona të parëve tonë. Edhe gati 6 shekuj tashmë bëhen, kur në këto vende nuk ka pushuar dot thënia la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Është vështirë ta gjesh ndonjë fshat, ndonjë cep të trojeve shqiptare në veçanti, ku nuk është falë namaz, ku nuk i është rënë Allahut në sejdë. Andaj, unë e them në mënyrë figurative, toka jonë shqiptare ku do që i mshën shati, ne përdorëm në mjetat jeni shprehje në Kosovë, me hjek dheun atë del fjala la ilaha illallah, që 600 vjetë. Ky popull është i brëmosur me fjalën la ilaha illallah, është mishruar me fjalën la ilaha illallah. E a ka argument më të fortë që vërtetën këtë mishrim, këtë ngjizje mes këtij populli dhe fjalës së Allahut, se sa prezenca e juve këtu, dhe se sa qëndresa prindërve t'ju e një pjesë që jeni këtu, të cilët e përjetuat një luftë të paparë kundër Islamit në veçanti, dhe atë gati për gjysmë shekulli. Ku fjala la ilaha illallah konsiderohej më e rëndë se me vrani njeri. Edhe këtë zaman në kanë përjetuar të partë tonë, të partë ju, vëllezërit tanë. E kjo është njëra prej fitneve të rënda, të cilat e ka përjetuar ky popull. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tërhequr vrejtjen. Na ka tërhequr vrejtjen se vjen një zaman ku në te ka fitne të mëdha. Badiru bil a'mal
shpejtani me bo veprat mira, fitenen qable, para se me arë sprova fitne, ke këtë e lejli lë mëdhëlim, si kurse rësira të mëdha të natës, yusbihu fiha rëgjullu mu'minan fe yumsi kafira, o yumsi mu'minan fe yusbihu kafira. Jebiu dinehu bi aradin minet dunja, mrana dite ndrën robi fen. Dhe e shet fen për një interes të shkur, të ngusht të dunjas, një prej 10 haditheve, që të regojnë se njerëzit të shku prej kiameti të përjetu fitnet më dha. Fitne. Ajo ishte një fitne jo e vogël, ku nuk duam të flasim për te, sepse lëndohemi shpirtërisht, por duam të kujtojmë vetëm për ta falenderu Zotin e madhruar, i cili na mjaftoi dhe na hoqje na largoi atë sprovtran dhe për krejt kombin, për krejt popullin, madje edhe për jo muslimant, për ty gjithë. E sa të lirë, elhamdulillah, e madhrojmë Allahun Azza wa Jall. Pra, ka argument me të fort për mishrimin dhe ngjizjen e këtij populli me dinin islam, se sa qëndrëshmëria e tyre, gjitha të fortuna të një pas njëshme, komuniste, ateiste, kundër fjales e Allahut Azza wa Jall. Vëllezër dhe motra musliman, po t'i kishëm thamë dikujt në vitet e 80-ta, jo para 200 viteve, para pak viteve, e koha po fluturon po jetë shpejt. Po t'i kishëm thamë dikujt, apo dikujt, se së shpejti do të vije koha kur mbushen xhamijat, mbushen sallat, dhe se njerëzit të vëzohen dhe duan dinin dhe dalin e marrin të këbirën për rrugë, veshin motrat mbulesa tjere, të kishin akuzu për çmendori, dhe të kishin propozu me shku në Europsiatri, sepse ke lujt, nuk je mirë në kry. La ilaha illallah, i madhë këtë din, dhe kjo është një argument se dini jonë është hak. Dini jonë të hallohet, por nuk putet. Dhe dini islam nuk është put asë njëherë prej se ka zbrit Ademi alayhis salam në tokë, i cili është njeriu i parë, i cili ka adhuru Allahun dhe ka thonë la ilaha illallah. Kur dini nuk është këputur, është holluar, por jo më këput. është holluar shumë në kohën e Nuhit, e pastaj radhas e gjenerat pas gjenerate në kohën e Ibrahimit, atë shumë të hollu dini, sa që Ibrahimi i tha Sarës, grus të vetë, dije se nuk ka musliman në botë pës meje dhe pës teje. Andaj ke kujdes se ja morri një zullumqar atje në Egjipt. E këshilloj gruën e vetë, le të qëndron mos dërzohet, po ja kujtaj se musliman tokë nuk ka. E njëherë pejgamberi, për posty në dyve, njëherë pejgamberi Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, pas 1000 viteve, pas e falen Yasin. Në fakt luftën e Bedrit, se Yasin është tjetër hadith, në luftën e Bedrit, prej lutjeve doave që i bëre, tha o Zot, nëse këta burra që janë këto, vritën nesër beteja e Bedrit, nuk do të adhurohesh më në tokë. O dëpsu dini, që ata burra ishen, por Allah është i mëshirshëm. E ata nuk hëmbe për triumfuan
dhe dini triumfoi dhe erdhi deri tek ne këtu. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar kolegë, të nderuar Hoxha Ahmet dhe të tjerë vëllezër, Hoxha Bilal. Sigurisht unë jam shumë i nderuar që jam sot në prezencë të këtij tubimi apo para jush. Me kënaqësinë më të madhe kam pranuar ftesën, por nuk kam menduar se do të jetë ky kollabllok kaq i madh. Në këtë vend, në këtë tokë, e cila, siç thash më herët, është tokë islame. Në të thonë që ka të dojnë të tjerë, por realiteti është një. E thash këtë hyrje janë pëse s'ka të bëjë me Ramazan, por nga njëherë fjalë vinë vetë nga vetveti emocionalisht, nga emocionet që e kaplojnë njeriu, dalin fjalë pa kontroll apo pa plan. Dhe nash le dalin, si t'janë sinqerta e dalin për zemrës, le të dalin edhe pa protokoll, edhe pa paramendim. Zotën më e mirë është ajo që del për zemrës dhe dëpërton në zemër. Ai është më e mira, atë e don Allahu më së shumti. E ne jemi mbledhur të buar shëtseku dhe moderatori për hir të këtij muaji të madh, i cili po na vije për t'ia kujtuar njëri tjetrit, duke filluar prej vetvetes gjithherë, sepse më i mirë është ai i cili e këshillon vetveten e vet së pari, para se mi këshillu të tjerët. Pra m'ia kujtua me këshillu vetveten, e pastaj m'ia kujtua dhe me këshillu të tjerët. Është një rikujtim, po edhe ndonjë këshill se kush po na vjen. Se çfarë muaji e që shpërdoren popull, çfarë mysafiri i madh, pritet me na trokitë derën pas pak ditëve, nëse ne kemi ymër dhe jetë. Sa i vje, po ne a kemi jetë, a nuk kemi. Ramazani, o musliman, Ramazani, ajetet të cilat i lexuesi shkëlqyshëm e herët Allahu e shpërbleft, të cilat e zbrëte pejgamberit alayhi salatu wassalam, të dedikuara për Ramazan. Ramazani ka muaj me të bekuar, me të dashur, se sa Ramazani. Ka kohë me të shtrejt, me të çmuar, se sa Ramazani. Ku është ajo kohë? Cila? Asnjë muaj, anë pse Ramazani nuk është prej muajve të mëdhej. Ramazani nuk është prej muajve të mëdhej. Muajt të mëdhej janë Dhulqa'de, Dhulhijje, Muharram dhe muaji Rajab, i cili posa ka shkuar para Shabanit. Ramazani nuk është prej muajve të mëdhej, muajve të shejt, por është më i madh se sa muajt e shejt. Dhe është më i dashur te Allahu, sepse Allahu e përzgjedh këtë muaj. Dhe e mbushi me adhurime dhe me ibadete dhe me punë të hajrit. Në krye tyre e zgjodhi këtë muaj me zbritur Kur'anin. Dhe brenda këtij muaji e zgjodhi natën e Kadrit. Pra Ramazani është ajka e 12 muajve, ndërsa nata e Kadrit është ajka e Ramazanit krejt. Pra ta është nata më e vlefshme e vitit. Sigur se Ramazani muaji më i vlefshëm i vitit. E zbriti Allahu këtë Kur'an, e që ne me shkendijat e këtij Kur'ani, me mësimet e këtij Kur'ani, me urdhrat e këtij Kur'ani, ne vazhdojmë të jetojmë dhe të ruajmë dinin ton ashtu siç ka zbritur.
E zgjodhi Allahu këtë muaj dhe bëre agjerimin të farz. Dhe bëre këtë agjerim shtyllë të Islamit. Jo vetëm farz. Ne farz e kena plot, por nuk janë të gjitha shtyllat të Islamit. E bëre Ramazanin shtyllë të Islamit. Dhe premtoi për shumë fishim të sevapit në Ramazan. E ne falim edhe jashtë Ramazanit. Lexojmë Kur'an edhe jashtë Ramazanit. Japëm sadaka edhe jashtë Ramazanit. Shtrojmë sofrat e bukës, sofrat bukës për darkë edhe jashtë Ramazanit. Buka është e njëjta, sofra është e njëjtë, edhe sadakaja mund të jetë e njëjtë, edhe sasia e leximit të Kuranit mund të jetë e njëjtë, edhe recitat e namazit mund të jenë të njëjta, por sevapi nuk është i njëjtë. Andaj i madhi Allah e përzgjodhi këtë Ramazan për ne, që ne sa punojmë 11 muaj, dhe ngritemi te Allahu, në anën tjetër, më 1 muaj, Ramazan, ngritemi po aq, sa e mi ngritur për 11 muaj, madje shumë herë edhe shumë ma shumë, sa e mi ngritur te Allahu për 11 muaj. La ilaha illallah. Andaj Ramazani është dhuratë e madhe e Allahut për robën e tij. Sahi është ngarkesë, është barë, është përgjegjësi, është privim, ku të ndalën nga disa gjëra. Zotën është edhe për kufizimit definicioni agjerimit. Por aty në për ta spravuar robin, për ta testuar robin, sa i një gjendje për Zotin tënd me bërë këtë dhe këtë dhe këtë, apo me lanë këtë dhe këtë dhe këtë. E Allahu nuk kanë zërë për agjerimin tonë, por ne ka bërë legjitim që ne mund ngritë të Zoti jonë. E ne me Ramazan ngritemi shumë të Zoti jonë. Dhe nga një herun e mendoj, me vetë vetën kujtohem, po mas në kështë lanë Zoti Ramazanin. Qa këshëm boni? Qka këshëm boni ne muslimat? Mund t'jetë përgjigja thjesht nuk këshëm azgjeru. Po ashtu është. Ashtu është. Dhe mund t'jetë përgjigje tjetër, po këshëm pas edhe ma lehtë, po edhe ashtu është. Po kjo është e vërtet, por është e në vërtet tjetër, se na kishte vështërsu rruga shumë për xhenet. Na kishte vështërsu rruga shumë për xhenet. E Allahu don që neve me na lecu rrugën për xhenet. Për ata agjerimi nuk ka diçka që i vije përballë. Madje Allahu për te ka thonë, dhe vetëm për te, as-sawmu li, wa ana ajzi bihi. Ky është për mua, agjerime për mua. Pra, kjo u drejtohet me laqeve, të cilat i shënojnë sevapet për secilin amel vepër që e bën robi. Një gotuj nëse jep dikuj, e drejten o dhe zën diken, në selam jep dikuj, një pengjes e largon për rrugë, e kështu me radhë shënohet një sevap. Po sa është e sevap? Me laqet e shënojnë. Po për Ramazan, për agjerim, me laqet nuk kanë qasje, nuk kanë punë. Allahu thot kjo është për mu. Kjo është për mu. Wa ana ajzi bihi, dhe unë e shpërblej. Unë e shpërblej. E ne si musliman, për shpresave tona,
dhe këtë do të mja mbjell edhe vlatve, mja kujtu njëri tjetrit, sepse qëllëm shilësyt, vijet ditja kiametit. Qëllëm shilësyt, vijet ditja kiametit, dhe një dalën para Allahut. E me qa me dalë? Subhanallah. Nëse bën me të regu. Pram natën, e unë nuk shahan ra. Nuk shahan ra unë. Po, si di. E kërë që janë falë sabahën, thasho Zoti jam. Kësha pa andër, o bo kiameti. Millet kalablak të shku në vend, ma shërë të bim. I kish kap tuta njerëzit, edhe më nishe me lezue këmbëroj në muslimanit dhikër me bo. E unë i thesha, a që tasha? Ku e një kanë ma heret? Pa me ndëni se i kryin pun që ta ashtë që për lezenja? Por theshin, nashta na kryin pun. O, Zotë jam, kur o zhovat me rova. La ilaha illallah, na vije kiameti, me që me dojë para Zotit. Prej shpresave të mëdha që kena na musliman të që ka agjerim. Dhe robi do t'i bëjt disa matematika, disa logarime, trunin e vetë, me imanin e vetë. Me thonë, o Zoti jam. Për shambull, pejgamberi ka thonë për gra, masi një numër i madhe në këtu prezent gra. Ajo grua e cila mën sallet khamsaha, që i falë 5 kohë namaz, o samet shehreha, e haqërën Ramazanin, o atat zawjaha, e ndëgjën burrin, o hafidhat farjaha, e ruan moralin, 4. Qila laha dkhuli l'gjenne min eje ebhabi thamaniyati shi'ti. I thuhet asaj ditën e kiametit, futu, hyn në xhenet nga cila derë duash prej 8 dyrëve të xhenetit. Andaj, motra do të më ndalë më kujtu. Me thonë unë, a pe fali 5 kohët namaz, po, o Zot, elhamdulillah. Po, nuk dua të dënohem për namaz. Tanja, ma ka pranua Allahu, ajo është çështje e tij. Por ne nga ana jo namazë nuk duhet ta diskutojmë. As të vijen shprehje me bë kompromis me dikend. O samet shehreha, e agjerën Ramazanin. Thot edhe këto mirë i kam punë. E ndëgjën burrin. Thot po, sepse Allah më ka obligua. Sepse Allah më ka obligua, është urdhër i Zotit. E ruan nderin moralin. I thuhet asaj fotën xhenet, e xheneti ka 8 dyrë, nga cila derë e xhenetit i duash zgjallë. Pra robës me mendu, andaj njëra për çështjeve që kapemi shumë, dhe shpresojmë të i madhi Zot është kjo agjerim. është kjo në Ramazan, me të cilin Allahu ka të shumë në ka ndëruar. E pastaj pjesë e saj në natë e kadrit, për të cilin Allahu ka thonë lejletul kadri khairun min 1000 shahr. Është më e mirë. Se sa 1000 muaj. E pse e tha këta? Apo pse zbriti Allahu këtë sure, e që të gjithë bese e këni ndëgjuar, por në thamë fillim ja kujtu njani tjetërit, sepse sahabët, kur pejgamberi alayhi salam ju fliste atyne se kanë qenë burra për para, kanë jetu ka që kanë bëj ibadete, adhurime ibadete, po nanën tjetër tha, mesatarja e jetës e umetit tim është 60 deri në 70, falë Zoti. Ata që jetojnë me 70 janë të pakt. Dhe atyne ju duk shumë pak. Me adhuru Zotin e ju me bo para me mbledh këtë dynja, me nëzat djanë se në zemë, por me bo diçka për ahiret, sepse atje është për herë, e këto është për kosisht.
Dhe ata thanë, subhanallah, nëse kemi atë fat që pas kanë pas ata 2 vjetër të parshmet, ata pas kanë pas punë të më mirë sepse kanë adhuru Allahun 100 vite, e kanë adhuru Allahun 200 vite, e kanë adhuru Allahun 300 vite, e kanë adhuru Allahun 400 vite, kështu me radhë. E Allahu u azbriti këtë surët al-Qadr. Dhe Allahu i përgëzej musliman se ju e keni një natë ku ajo është më mirë se 1000 muaj, e 1000 muaj bie përmi 8 dekada. Një natë. Po nësë herë 50 në të kadrit, 50 Ramazana, apo 60 Ramazana herë 60 në të kadrit. Sa më rërobi se vape. O musliman, krenënu me këtë din. E krenaria me din është ibadet i madh. është ibadet i madh. Krenëhu me din, sepse është pasuria më e madhe, më e shtrejt, dhurata më e madhe, begatia më e madhe, e të madhe të Allah ndaj robit i tina. Krenëhu me din. Falendero Zotin për këtë din. Dhe Allah i madhruar nëse ti ka marrë shumë të mira tjera, por ta ka dha dinin, dije se Allahu të ka dhanë shumë. Shumë të ka dhanë Allahu. Ama kjo shkon edhe me iman. Do të me ndjek të në shpirt. E njerëzit për imanit dëpt ankohen. Njerëzit për imanit dëpt nëse ja merë Allahun një nimet, një dhënti që ja u ka dhanë, e shprehin atë ankesën e ty në runë në zët dhe gati dëshprohen. E dëshprimin dhe rahmetit Allahut është kufër. Apo mund të shpia robin kufër. E harran se pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi wasallam, se për këtë dynjas, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi bedenihi, lehu quta jomihi, fa kaannama hizat lehu dunja bi hawafiriha. Ai që gdhihet të zgjohet me ngjaz, i shëndosh në trupin e vetë, si dhama s'kund. Pragin e dere se ka të sigurt nuk ka bela, me asken nuk ka bela, s'ka frikë, e këto është rëndësia sigurisë e shtetit, dhe ka për qatë ditë me hangër e me pi, atina se mi avon Zotit mirat e dynja dhe që ka kanë te. Ata bin Abi Rabah, e fjallën, ngre fjallën, ka qenë me ngjyrë sklav rob i Afrikës. Një sklav, një rob e një gruaje me kase. I cila ajo bo muslimane, po dhe kjo bo muslimane. I shëmtuar sa të dush. Me njërin sy nuk ka pa mirë. Njërin dorë ka pas paralizuar gati. Ka qalu duke hecur. Kanë thani ka pas 6 meta në trupin e tina. Plus sklavë rob. E lira i gruja, zoja shpi. Ama, meti kishte. Ishte në Mekë, në Qabe, gjenerata 2 për i tabenve. Dhe, ja diti Zotit shqyqyrin që i ka metë. E ka dinin. E u kap fort për dini, e u kap fort për ilmi, dhe o ban për i tabiinve më të njohur. Sa që Bahanifja ka thonë për te, nuk kam pa njëri më të di shumë se sa ata bin Abi Rabah. Dhe kur ka marrë prej Damask, ka qenë kalifatin Damask, kur ka arë mrejti prej Damaskit me bo haqin, kë ishtë sklav
me ngjyrë, me një sy, dorën e paralizuar, qënë malën e farë, lypsin e farë. Por mreti tha në haqë, nuk ka kush me dhonë fetfa, sa të është ataja këto. Dinin e me t'i madhë. Dinin e me t'i madhë. E pjesë e këti një me t'i madhë është kjo Ramazan që pa na vjen. Andaj pa dashur me zgjatë, mja kujtu vetë vetës edhe juve, se Ramazani është dhurat e madhe e Zotit. Andaj dohet mundohemi në maksimum ta para përgatisim vetë vetën tonë psiqikisht e shpirtërisht. Që ta presim këtë muaj sa më mirë. Dhe mos të kalon ky muaj sikur se ky muaj që jemi tani dhe sikur se ai para ti dhe sikur se Ramazani i kaluar dhe kështu me radhë. Sepse njerëzit në Ramazan dallojnë. Është vërtet që ka njeri, vjen Ramazani e zan, asgjë nuk ndryshon. Madje ka njeri cili vesh kanë të poshtë. Ka njeri cili agjiron Ramazan, borxhin e kryen, por nuk ngritet te Zoti as pak. Sepse ka bërë Ramazanin tradit. Ose e din që jo borx, por zerr është për kushtimi i tij ndaj Ramazanit. Ai ka një dert, qysh me kry Ramazanin, e mjë qasë prapë dënjas edhe një herë, qysh ka qenë për Ramazanit. E që në vërën Ramazanin barë randë, a me agjeran, kë qa përfitej për Ramazanit? Qa përfitej për Ramazanit? Po ka të tjerë të cilët përpichen dhe ta në rrugë të mirë, e shpresojmë të jenë për i tyne, s'pako, e ka të atil të cilët këtë vijë Ramazani, ata veç janë lartë. Ata veç janë lartë. Sepse janë gjithmonë lartë. Por me gjithatë në Ramazan griten edhe ma lartë. Ramazani është rast i shkelqy shumë robi me përtrije beslidhin e ti me Allahun. Me përtri besën Zotit. Minet gati namazit, Koranit, dhikrit, mu pëndu të Allahu për gjënaha që i kena bërë, mu afru njani me tjetrin, e ne shqiptarët e kemi një të metë, ne themi andaj një behane, nuk e dhja përdën ju shprejhen behane këndej, ne përdorëma që behane thëjnë e metë. Çdo dy të shqiptare gjenë nuk flet me diken, është të leqet. Vjen Ramazani, Bajrami, dhe i me vlla, me migja, me teza, me halla, me shaka, me kolega, me dikën nuk flet. A ja vlen kje punë me ardhë Ramazani, me shku Ramazani, edhe ti nuk flet me vlla, me motër. A ja vlen ti me shku në niftar dikon, e me thirë niftar dikend, e vlla dhe motra jote nuk ta hajnë bukën ty. A, me ndën të se ki punë të mirë të Zoti, me ndën, për deri sa ta fërmit të tu që Allahu me Koran ka obliguar edhe jashtë Ramazanit, e mos flasën Ramazan ku jena në kulminacion të përkushtimit, ndaj të madhet Zot, mos me tarë dhe afër me hët, nga njeri një barko, mos mja qelë derën, do të një tutë Allahu, të musliman, mos bëhem e rëbë të nefësit, mos të angadhjemi nefësin, por ta luftojmë nefësin. E nefësin nuk luftohet për ullë, shtrëdhe, hydhe, për hatër të Allahut. Për hatër të Allahut. Sikur se nefësin për buke për ushqim, në e lyp shumë, por e kemi lidhë fort, dhe nuk e lojnë trunin dy herë më kujtu. Nuk ke për të ngrënë për të pirë, deri niftar edhe harrëje, edhe e harrën trunin. Edhe e harrën. Nuk të bënë presjen më. Sepse e ke liftu nefësin tëmë, dhe e ke bindë, se nuk ke për të hëngras për të pirë, deri niftar. Kjo është luftë e nefësit. Kjo është gjihad e nefësit.
Po kështu lufton nefsin edhe për të tjerë. Thuj, ki me i folë vllaut edhe nëse ai nuk flet. Ki me shku të motra të vllaut nëse qëtë pëjdere. Ki me shku. Dhe kështu më radhë. Elhamdulillah për të madhe të Allah për këtë din, për këtë Ramazan. Elhamdulillah për të madhe të Allah për të mirat e timit të cilat ai neve na kanë ndëruar. Sigurisht se muhabete, biseda e këshilla të Ramazan nuk përfundojnë. E ne nuk mund të themi krejt atë që duhet të thuhet apo që ka për të thamë. Nuk mund të themi në një këshill, në një ligjërat apo në një sigur se është kjo këshill, ma shumë se sa që është ndonjë një ligjërat apo simpozion. Por thjesht le të jetë një këshill e vogël dhe një takim vëllazëror për hatër të Allahut edhe për hatër e respekt për këtë muaj të madh i cili po na vjen. Për mi shpreh Allahut ton, dashurinë ton që kemi ndaj tij, e ga dëshmërinë ton me i çu farzët e Zotit në vend. E me thonë Zotit ton, o Zoti jon, ti neve na solle fen këtë vend. Ku këtu nuk ka pas din. Dhe këtë dini ka pengu shumë kanë këtu me dhe pasi ka ardhur. Dhe halaj pengon shumë. Shumë i pengon këtë din. Për kundër feve tjera që nuk e pengojnë asken. Veç dinion i pengon të tjerë. Ma dje dinion për pengon krejt dy janë, jemi të e pani. Por, ke që kanë. Krejt ke që kanë. Ke që kanë. Edhe pse në shumicë. Në thamë kohët Ibrahimit a.s. Krejt dynjaja i doli Ibrahimit këndra. Krejt. Ibrahimi vetëm. Dhe tha ketë që keni. Ketë që keni. Ketë që keni. Me babe, me mrete, me krejt dynjaja. Që kam i bojë që jeni shumicë. Por pse jeni shumicë dhe përna ketë që kuptoni, na fajsykim. Por e vërteta është që kja. Dini vërteta që kë. Dhe është një din. Allahu na ka përzgjedhur. Dhe ne kemi pranu dhe përqafu. Dhe jemi shumë krenar për përsëris. Dhe kjo është krenaria jonë më e madhe. Dhe këte e potencojmë dhe duhet ta potencojmë. Edhe nëse na shajnë, edhe nëse na etiketojnë, e le të thonë çka të donë të tjerë. Krenaria jonë më e madhe është që jena musliman. Që themi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe se dini hak është dini islam. Tjetër din hak vërtet nuk ka. Inna dina indallahi el-islam, është ky islam. Të cilën Allahu na rujti neve e na sollën këtë vend dhe na rujti dhe është duke na ruajtur. Ama kërkon për neve të punojmë. Dhe kele tjetë fjalia dhe përësia fundit. Allahu na ka rujt për na ka sjell deri këtë vend, në këtë kohë. Dhe e tina është, dhe na jem tine, feja është e ti, çdo gjë është e tina, por ai ka më na pyet ditë gjykimit. Edhe neve, edhe juve, edhe të gjithëve. Çka bëhet për këtë fe? Sa e dash këtë fe? Sa e respektuat këtë fe? Sa ja dit kimetën dhe vlerën kësaj feje? Sa këtë interesuar që mesazhet, vlerat e kësaj feje mja përcjell dhe të tjerëve, e me nxjerr njerëzit nga errësira ndrit. Allahu na bëj për atyre që përhapin hajër kudo që shkojnë. Allahu na mëson me prit Ramazanin e më dhon hakin Ramazanit ya Rabbel Alamin. Allahun e madhruar e lusim me këtë emrat e tina dhe cilësitë e tij që ky Ramazan tjetë Ramazanët të cilën ne përkushtohemi në tema shumë se sa Ramazanët e tjera. E që për Ramazanët të dalemi të pastër për gjënohëve se që na ka lindur nana tona. Allahun e madhruar e lusëm që ta bashkan këtë millet e këtë ymmet, e ta ruan këtë popull nga çdo kurthë dhe çdo intrigë, e jashtme dhe brendshme. Allahun e madhruar e lusëm që ta ruaj islamin kudo që është, e pjesë e sajna edhe në vendet tona, ja Rabbel Alamin. Allahun e bashkoj zemrat tona neve si musliman, e na bëf që t'jem të fort, e unik, e të punojmë për dinin tonë,
për vatanin tonë, për popullin tonë, po edhe për të tjerët në përgjithësi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju gradoft, e të gjithëve në xhenet ju qoftë, ja rabbil alamin. Allahu u arruaj të mirat që ka dhënë, u ashtoft të mirat e tij, e të mirat Allahut nuk kanë fund, e mira më e madhe, qoftë futja ju dhe ju në xhenet, ja rabbil alamin, bi gajri hisabin wala iqabin, pa llogari e pa dënim. Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Faleminderit shumë për durim, për sabër. Zoti qoftë në juve, ju bekoft. Faleminderit Hoxha Feni, Allah shpërbleft të nderoft. Faleminderit shumë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Hoxhën e nderuar për ligjëratën e tij dobipruese dhe të vyer. Tashmë për të ndërruar atmosferën dhe për ta bërë atë disi më tërheqëse dhe më të gjallë, më duhet të ftoj vëllain ton Fatlum Allarej të na këndojë një ilahi me rastin e fillimit dhe afrimit të muajit Ramazan. Në sabah vlla u ndalem, Zoti thirrit ti su falem, për punë tua ti u zgjovem, e pse Zotin se madhrovem. Erdi dreka i kindiam, shkoj akshamim dhe jasiam, krejt e zanet i ndëgjovem, su përgjigjem e të provem. Kthehu sot si dije tjetës, gjdo të moment po shkojnë drejt vdekjes, njerëzit në saforën ditën, ty s'të gjej e po mërzitem. Për gjuma trasimi naret, ko janë lutjet istighfaret, ko jeti që su përgjigjem, a je gjalla thudiqem. Ta du të mirën vlla kuptojem, ndalu pak e zemrën zgjojem, do me pa në saf me muam, po të thras vlla se të duam. Ktheu sot si dije tjetës, gjdo moment po shkojnë drejt vdekjes, njerëzit në saforën ditën, ty s'të gjej e po mërzitem. Ktheu sot si dije tjetës, gjdo moment po shkojnë drejt vdekjes, njerëzit në saforën ditën, ty s'të gjej e po mërzitem. Ti falenderit. Allah të shpërblet vëlla. Të nderuar pranishëm, Ramazani është një shtysë e madhe drejt besimit, islamit dhe rrugës vërtetë. Është një mundësi e artë për t'u kthyer Zotit dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Ishte kjo arsyeja e cila shtyu hafizin e nderuar Ali Korça të shkruaj një perlë letrare, një poezi me në qendër fen dhe adhen. Andaj, do të kisha kënaqësinë që në panel të ftoja vëllain ton Besmir Beka të na interpretoj poezin Një pasqyrë e tmeshme. Asqin as kor dreqi thon, por përpiqet për gjithmonë, si e si ta përçaj fen, për ta përmbysur atë dhen, që pa fe atë dheu s'mbahet, si thoj prej mishit s'ndahet, si me dheu që mbron fen, ashtu dhe feja mbron atë dhen. Feja siguron moralin, siguron nderin edhe mallin. Për një kom kur e lë fen, mes ka dert as për atë dhen. Feja për një herë s'lihet, pak nga pak fillon sa fshihet, më parë lihet mësimi, sa fillon smuret besimi. Ligësia kështu zihet,
Se shëhrushi rushin pishet, kështu nis leburi fen, se efte gjyshi la synen. Pastaj yt atë lava gjipin, farzin la yt bir me nipin, estër nipt më gjas si mbetet, as ti farë ku të më shtetet. Hiqet falja gjërimi, shtohet pirja për gojimi, shtohen këngët, shtohen valet, shtohen modat, shtohen halet. Prej zjarit del një shkëndi, e thot miku çdo të vi. Mirë po kur i del flaka, fillon rihet me shuplaka. Prej arës shkon një vi, thot bujku çdo të vi. Mirë po kur bëhet lum, fushës i bëhet dëm shumë. Një gishti i del një pik, thot i smurim dhem një qik. Mirë po kur i mahiset, trimi për një herë gremiset. Prandaj duhet gjyshi ati, të mbaj fen që pati, ku me libra, ku me goj, birin nipin të mësoj, se ka në qafë vet, e dënon Zoti vërtet. Është një fajsh që si falet, i rëndon në zverg si malet, sjetohet pa fe si kafsh, i pa fesh mi zlen gjë kafsh. Pa le fe e muslimanit, fe e zbritur për Rahmanit, ajo fe aq e mbaruar, si lule ka mbretëruar. Prandaj duhet adretarët, me mentarët me të parët, të hapin syt e të mos flen, fen e bukur kur mos talen. Se me fe mundim të rojmë, me fe atë dheun mund të mbrojmë, se në mbeqim në rësirë, në kanë për të thethirë. Me fe del nga rësira, me fe ron me plot të mira, me fe njeh nanën dhe baban, me fe njeh motrën dhe bëllan. Pa fe s'ka me madhe gjam, pa fe s'njeh as atë as am. Prindrit po s'u kujdesën, fëmijët po si mësuan, foshnjat e shkreta ç'faj kanë, kur nana me baban, fen e shenjt nuk ja japin, ata ç'rrugë do të kapin. Kështu pra feja harrohet, dhe ai kom farohet. Prindrit tradhtojnë fen, prindrit rënojnë atë dhen, e këta prindër kur do herë, do të jenë në skëter. Falenderoj përsërisht Besmirin për këtë interpretim kaq përslënës. Tashmë kam nderin që në panel të ftoj ligjëruesin e dytë. Gjithashtu një figurë e shuar në Shqipëri. Një person që nuk është lodhur duke këshilluar, duke uzuar, duke thirrur drejt së vërtetës, i cili qenë nga brezat e parë të studentëve që studuan në qytetin e shenjtë të Medinës, por jo vetëm. Personalitet që për shumë kënd ka qenë një dritë orientimi, hoxhën e nderuar Bilal Shkreti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas falënderimit të Allahut të madhëruar dhe falënderimi absolut i takon vetëm atij, salavateve e selameve dërguar për më të mirin e njerëzimit, më të mirin e pejgamberve, më të dashurin e tyre tek Allahu i madhëruar dhe tek çdo besimtar dhe besimtare, Muhamedi alayhi salatu wassalam, familjarët e tij, shokët e tij dhe çdo ndjekë pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, të nderuara motra,
është nder dhe privilegj për mua që sot të qëndroj përpara jush në krah të hoxhës së shqiptarëve, hoxhës hoxhallarëve, doktorit të nderuar Shefqet Krasniqit, i ftuar nga vllai, shoku dhe miku im, hoxha i nderuar i qytetit tuaj të bereqetshëm, Hoxha Ahmet Xhafa, ndërkohë që unë jam i nderuar dhe i privilegjuar, e gjej me vënd ta them, sidomos mbas fjalëve të tepruara të Abdullahit, që ju jeni të sprovuar që unë të qëndroj dhe të flas përpara jush, dhe për më tepër pas fjalëve të mbushura me dije, urtësi, udhëzim, mirësi dhe bereqet prej Allahut të madhëruar që sapo i dëgjuam nga hoxha jon doktor Shefqeti. Zoti i gjithësisë na ka takuar këtu në këtë qytet të bereqetshëm me lejen e tij, qytetin e shijakut, qytetin e besimit, të bujarisë, të mirësisë, të mençurisë, të mikpritjes, qyteti i cili përpara se të hap dyert, ka hapur zemrat dhe ka pritur shqiptar dhe jo shqiptar, por të cilët nuk i ka diferencuar nga vetja e tij. Ky qytet përpara 100 vitesh nga sot ka qenë qytet në të cilin pothuajse 100% e popullatës ka agjëruar, shumica e popullatës është falur, ndaj ky qytet para se të bjerë komunizmi e ka ruajtur besimin dhe pasi ra komunizmi buroi prej këtij besim dhe shpërndau për pjesën tjetër të qyteteve të Shqipërisë besim. Ky qytet dërgoi në trojet islame të rinjtë e tij të studiojnë, të mësojnë dhe të kthehen në këtë vend duke i shërbyer fesë Allahut të madhëruar, popullit të tyre dhe vendit të mbar. E njëri prej tyre edhe hoxha i nderuar, hoxha Ahmedi, e nderoft Zoti atë dhe të gjithëve ne së bashku në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky takim mban temën pranverë Ramazani. Dhe pranvera për popujt është simboli i jetës, ndërkohë që tek Zoti i gjithësisë, Ramazani, namazi, Kurani, Islami janë vetë jeta dhe jo thjesht simboli i saj. Ndaj edhe thot Zoti i gjithësisë në Kur'an: Ja ejuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju të cilët keni besuar, dhe këtu i përfshin të gjithë, me meshkuj dhe femra, me burra dhe gra, me të rinj dhe të reja, o ju të cilët keni besuar, kur Allahu dhe i dërguari i tij ju ftojnë për jetë, për gjallëri, përgjigjuni. Dhe jeta, gjallëria tek e cila na fton Allahu i madhëruar, është feja e tij, është besimi në të, është shpallja e ardhur prej tij në Kur'an. Dhe në Kur'an
Allahu i madhëruar na mëson të falemi dhe na urdhëron, na mëson të agjerojmë dhe na urdhëron. Dhe kjo që çdo njëri prej nesh të jetë i mbushur plot jetë. Dhe kjo që jeta e çdo njërit prej nesh të ketë kuptim, sepse njeriu si krijesë e Zotit të gjithësisë nuk ka ardhur në këtë botë pa qëllim. Ndaj dhe nuk mund ta jetojë jetën e tij pa kuptim. Njeriu në këtë jetë nuk është thjesht një numër i cili regjistrohet në regjistrat e Amzës. Njeriu në këtë jetë është krijesë e krijuesit madhështor. Njeriu në këtë jetë është i nderuar prej Zotit të tij që e ka sjellë. Njeriu në këtë jetë është i ngarkuar me përgjegjësi, ndaj dhe nuk mund të jetë thjesht një numër. Por përgjegjësia do duhet të çohet në vend. Dhe përgjegjësitë që Zoti i ka ngarkuar njeriut në mënyrë të përgjithshme janë dy, dhe prej atyre të dyjave derivojnë përgjegjësi të ndryshme. Përgjegjësia e parë, të cilën Zoti na tregon kur fillon librin e tij dhe thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Dhe Zoti yt u tha me lajkeve: "Unë mbi tokë do të vendos mëkëmbës, khalife, udhëheqës, drejtues, dhe çdo mëkëmbës, çdo udhëheqës, çdo drejtues ka nevojë që të bëj mirë, ta përhap të mirën, ta ndaloj të keqen, ta frenoj të keqen nëse s'mundet ta ndaloj, dhe ta zhvilloj jetën me mirëqenie, siguri dhe stabilitet. Nëse ky nuk është roli i mëkëmësit, i drejtuesit, i udhëheqësit, atëherë ky drejtues, ky mëkëmbës, ky udhëheqës është i pavlerë. Nuk e meriton atë rol, nuk e meriton atë përgjegjësi. Ndaj, ne si musliman jemi të vetëdijshëm, të ndërgjegjshëm për këtë përgjegjësi të madhe që Zoti i gjithësisë na ka ngarkuar. Dhe kjo mirësi, ky nderim, kjo përgjegjësi nuk mund të burojë thjesht dhe vetëm nga mendimi njerëzor, sepse bota na ka treguar përgjatë historisë së saj se kur njeriu ka tentuar të vendos veten e tij në rolin e Zotit, ka shkatëruar dhe nuk ka rregulluar. Dhe ne si popull nuk e kemi të largët periudhën komuniste, ku njeriu tentoi të ishte Zoti dhe ky popull u rropat, ky popull vuajti, ky popull pësoi humbje dhe humbje të mëdha. Dhe duke qenë se Zoti i gjithësisë rolin madhështor dhe të rëndësishëm të drejtimit ja ka ngarkuar njeriut dhe nuk e ka lënë që rregullatorit jetë mendja dhe dëshira e njeriut në mënyrë absolute, zbriti shpalljen e tij dhe dërgoi të dërguarit e tij për të na sqaruar sa më mirë se si mund të jemi mëkëmbësit në tokë, por në të njëjtën kohë se si të plotësojmë dhe qëllimin e dytë për të cilin Zoti na ka vendosur mbi faqen e dheut. Dhe qëllimi i dytë gjendet po në Kur'an, në fjalën e Allahut të madhëruar në të cilën thotë:
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit dhe gjindët nuk I kam krijuar me qëllim tjetër vetëm se të më adhurojnë. E adhurimi I Allahut të madhëruar është që njeriu t'i bindet dhe t'i nënshtrohet Zotit të tij, duke e besuar të vetëm, duke ju falur vetëm atij, duke agjeruar vetëm për të, duke e fituar pasurinë halal, duke e shpenzuar atë halal, duke u martuar dhe krijuar lidhje familjare halal, jo haram. Këto dhe të tjera si këto janë pjesë e adhurimit. Adhurimi I cili rregullon marrëdhënien e njeriut me Zotin e tij. Rregullon marrëdhënien e njeriut me vetveten e tij, si edhe rregullon marrëdhënien e njeriut me çdo kënd që e rrethon prej të dashurve të tij, prej llojit të tij, por edhe çdo krijesë tjetër që Zoti e ka krijuar dhe e ka bërë njeriu të jetojë në ambient me të. Vëllezërit e mi të nderuara motra, muaji I Ramazanit, ashtu siç e përmendi dhe hoxha I nderuar, është muaji më I veçantë ndër 11 muajt e tjerë të vitit. Dhe ashtu siç Ramazani është I veçantë në gjerdanin e muajve, ashtu duhet që çdo njeri prej nesh të tentojë të jetë I veçantë. Dhe veçantia e njeriut si musliman nuk lidhet me faktin se si të njohin njerëzit për famë, për pasuri apo pushtet, por se si të njeh Zoti I gjithësisë, se si të njohin me lajket e tij, e pastaj se si të njohin njerëzit rreth teje. Muaji I Ramazanit, I cili është më I miri I muajve, duhet të na nxjisë që edhe ne të bëhemi sa më të mirë, edhe ne të përmirësohemi çdo ditë më shumë. Muaji I Ramazanit, I cili I ka ditët e numëruara, na jep të kuptojmë se edhe ne, ashtu si që fillon muaji I Ramazanit dhe mbaron në ditë të numëruara, e kemi kohën tonë në dynja të numëruar. Gjithsecili prej nesh e ka mundësinë ta pyes vetveten e tij, sa vjeç jam sot dhe sa kujtoj nga mosha e shkuar. Çdo njeri prej nesh mund të imagjinojë në vetveten e tij se si do të jetë momenti I ndarjes me të dashurit e tij. Kjo jetë është e shkurtër. Kjo jetë, kur të përballemi dhe të takohemi me vdekjen, do të na duket edhe më e shkurtër se muaji I Ramazanit. Por ai momenti I ndarjes nuk është ndarja përfundimtare, sepse ashtu siç Ramazani përsëritet nga viti në vit, ashtu edhe shpirti do të rikthehet në trupin e njeriut, kur Zoti I gjithësisë të urdhëroi me lekun e tij, t'i fryjë surit dhe njerëzit të dalin prej tokës nga e cila janë krijuar për herë të parë, dhe të qëndrojnë përpara Zotit të tyre. Dhe ai qëndrim do të jetë qëndrimi I cili do duhet të bëjë çdo njërin prej nesh të ndërgjegjshëm se si do të përgjigjet për pyetjet që do t'i bëhen. Dhe pyetja e parë që do t'i bëhet njeriu kur të qëndrojë përpara Zotit të tij
është falja e namazit. E kush është i rregullt me faljen e namazit, Zoti i gjithësisë ja leson pjesën tjetër të llogarisë. Kush nuk është i rregullt me faljen e namazit, Zoti i gjithësisë nuk e toleron tek pjesa tjetër e llogarisë. E duke qenë se ne jemi prag Ramazani dhe na ndajnë prej tij nga ky moment 3 net. Dhe mbas 3 netësh si kjo kohë, ne do të kemi hyrë në muajin e Ramazanit me lejen e Zotit të gjithësisë. E mirësia më e madhe e Ramazanit është mundësia e njeriu të dalë prej tij i falur dhe i mëshiruar, njëkohësisht dhe i çliruar nga lista e banorëve të zjarrit. Ndaj, të moçmit në trojet tona gjithmonë ja uronin njëri tjetrit përpara se të vinte Ramazani, na e mundsoft Zoti ta mbrim. E thoshin këtë fjalë sepse kishin dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam teksa ngjiste shkallët e mimberit një ditë dhe kur vendosi këmbën e tij të nderuar në shkallën e parë tha amin. Amin tha edhe kur vendosi këmbën në shkallën e dytë. Amin tha edhe kur vendosi këmbën në shkallën e tretë. E kur zbriti, shokët të cilët dëgjuan aminin, por nuk panë se kush bëri lutjen, e pyetën dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, të dëgjuam që bëre amin, përse? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: më erdhë Gjibrili dhe më tha: ja Muhammed, men adraka Ramadan, falam yughfar lah, ab'adahu Allahu fa adkhalahu an-nar. Qul amin, fa qultu amin. O Muhammed, kush e mbërrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunahet, Allahu e largoft nga mëshira e tij dhe e hedh në zjarrin e xhenemit. Thuaj amin dhe unë thash amin. Ai që bëri lutjen ish më i miri i melajkeve. Ai që bëri amin ish më i miri i pejgamberve. Ndërsa ne kemi në dorë ose të përfshihemi tek falja e Zotit, ose të përfshihemi tek të përjashtuarit nga mëshira e Zotit dhe të përfunduarit në zjarrin e xhehenemit. Hapësira është për të gjithë e barabartë. Çdo njëri prej nesh ka në dorë të zgjedhë ose të përmbush me dinjitet, me besnikëri, me korrektësi, marrëveshjen që ka mes tij dhe Zotit të tij, ditën kur i nxorri të gjithë njerëzit nga shpina e baballarëve të tyre dhe lidhi me ta marrëveshjen për ta adhuruar Zotin të vetëm pa i bërë shok atij dhe t'i binden e t'i nënshtrohen, apo ta kundërshtojnë dhe të rebelohen. Kush i bindet Zotit, falet dhe mëshirohet. Kush e kundërshton, Zoti s'ka nevojë për kënd. Dhe Zoti nuk i bën servilizma kujt. Tek Zoti askush nuk përfiton pse ka pushtet, pse ka pasuri, pse vjen nga familje madhe, pse është person VIP, apo çfarë do lloj arsyeje tjetër. Për ta mbyllur, të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë këtë muaj të begat që e ka bërë shkak për faljen e njerëzve, e ka lidhur me shkaqe konkrete, me punë konkrete.
Dhe këto punë i ka përmendur veti dërguari Allahut alayhi salatu wassalam në hadithe dhe thot: Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me besim dhe shpresë, ja fal Allahu i madhëruar gjithë gjunahet e së shkuarës. Kush agjeron Ramazanin të plot, jo një natë, jo 3 net, një në fillim e një në mes e natën e kadrit, të plot, ja fal Allahu i madhëruar gjithë gjunahet nëse agjerimin e bën me besim. Besim për Zotin e tij, jo për shëndetin e tij. Me shpresë shpërblimin e Zotit të tij, jo shërimin prej smundjeve që e kanë kapur. I falen gjunahet. A mjafton vetëm kaq? A është vetëm kjo mundësia? Jo, mëshira e Zotit është më e madhe se kaq. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për dikën që smuret gjatë Ramazanit apo udhton në të: Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet gjatë Ramazanit me besim dhe shpresë, i falen gjunahet e shkuarës. Një ditë udhtove, s'mundet ta agjerosh. Tek vendi ku shkon mos e lër taravin pa falur. Përpiqu mos të humb gjë prej taravive, që ta fitosh faljen e Zotit. Dhe kush ka mundësi t'i fal taravit gjatë Ramazanit, e ka të gjithë mundësin t'i fal 5 vaktet gjatë gjithë jetës. Dhe në fund, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: Men qama lejlet el qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet gjatë natës së kadrit me iman dhe me shpresë, Allahu i madhëruar ja fal gjunahet e së shkuarës. Vëllezërit e mi, të nderuara motra, marrëdhënia jonë është me Zotin e gjithësisë, krijuesin e gjithçkaje, më të mirin, më të mëshirshmin. Ndaj të mos ja lejojmë dreqit të na pengoj nga përmirësimi në të ardhmen, duke na kujtuar gabimet e të shkuarës. Sepse Zoti i gjithësisë dyert e mëshirës së tij i ka për herë të hapura. Mundësit i ofron çdo ditë e çdo natë. E sidomos në muajin e Ramazanit, ndaj këtë muaj ta bëjmë muajin me motivin që Zoti të na fal, Zoti të na mëshiroj, Zoti të na çliroj prej gabimeve që kemi bërë dhe Zoti të na çliroj nga lista e banorëve të zjarrit, të na lidh të gjithëve së bashku fort, ashtu siç ka lidhur ditët e muajit të Ramazanit njëra pas tjetrës, dhe të na bëj adhurues të tij të denj, të na nderoj në dynja e në ahiret, e të na lartësoj në të dyja. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndjes për zgjatjen e Zoti ju nderoft. Allahu ja shërbet me të mira hoxhës së nderuar, me të vërtet këshillat e tij ishin tepër të vlefshme për gjithë ne. Për një tjetër ilahi, të ishtas dhe Allah fatlumin. Lutju Zotit me të udhëzue, lutju Zotit me të udhëzue, dash prej zjarrit me shpëtue, dash prej zjarrit me shpëtue. Nëse do gjennetin me gëzo, nëse do gjennetin me gëzo, me Islam do hesh me jetu, me Islam do hesh me jetu. Kur të vjen dita shpirtin me lan, kur të vjen dita shpirtin me lan, me shahadet dynjan me lan, me shahadet
din janë melon. Ma shiru e s'kije o Zot, po të lutem thuaj me lot, kure qëtë nëse shde balin, veç Allahu qaja halin. Ma shiru e s'kije o Zot, po të lutem thuaj me lot, kur të dalun prej kësaj bote, du me mbrit më shira jote. Gjdo namaz ti përjetoje, gjdo namaz ti përjetoje, si kur t'fundit vla mendoje, si kur t'fundit vla mendoje. Do shta kjo është dita jote, do shta kjo është dita jote, kur do ndahesh prej kësaj bote, kur do ndahesh prej kësaj bote. Boj dua me lot në sy, boj dua me lot në sy, aman falem ja Rabbi, aman falem ja Rabbi. Po zgjenneti tjetër s'kërkoj, po zgjenneti tjetër s'kërkoj, edhe pse nuk e meritoj, edhe pse nuk e meritoj. Ma shiru e s'tije o Zot, po të lutem thuaj me lot, kure qëtë nëse shde balin, veç Allahu qaja halin. Ma shiru e s'tije o Zot, po të lutem thuaj me lot, kur të dalun prej kësaj bote, du me mbrit më shira jote. Allah të shpëlbim. Besimtar dhe qytetar të nderuar, muaji i bekuar i Ramazanit ndër të tjera synon të forcoj vëllazërinë, të na bashkojë më tepër dhe të azgjësojë më rit, hatërmbetjet dhe dasit mesnesh. Poezia e radhës i është kushtuar pjesës më të rëndësishme të trupit tonë, asaj pjese që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Në trup ndodhet një pjesë. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi, e në rast se ajo dëmtohet, i gjithë trupi dëmtohet, e ajo është pikërisht zemra. Për të interpretuar këtë poezi, ftoj vëllain Besmir Beka. Kjo zemër e gjorë, kjo zemër e mjerë, njëherë vëdimër e njëherë pranverë. Sa e vogël duket, po ja që mban ka shumë, sa smundje brenda vërshojnë për si lumë. Aty burojnë sëmundjet, veset syfajsia, dëshira për të shfaqur të shoh njerëzia, që të jesh dikush i vetvetja të pëlqej, pa për njerëzim në djallë të ve. Kjo zemër e vogël, që mban mendjematësin, burjen, arogancën dhe krye lartësin, po si është mundur të ketë kaq hapësirë, të mbaj pa fund mlefe, urrejtje dhe smirë. Aty zëvënd lakmia, pasioni, gërksia, aty ngulitën thellë zilia, hipokrizia, aty akumulohen armiqësit, mërit, parashëkimet, urrejtjet e të gjitha dredhit. Vendi nga ku burojnë ndjenja, dashuria, por dhe ku thellohen inatje, xhelosia. As do ishte më mirë për zemrën e mjerë, të mbante për brenda çdo virtyt me vlerë. As do ishte më bukur për zemrën e gjorë, të ishte e pastër, e bardhë si borë. Në vend të urrejtjes dhe krye lartësisë,
të falenderoj Krijuesin, Zotin e gjithësisë. Të luftoj shumë, të shporë me një madhësinë, të përqafoj të mirën, moralin e thjeshtësinë. Në vend të lakmis të bëhej bujare, me punët e mira të ishte krenare. Pse të mos jetë zemra vend i urtësisë, mëshirës, humanizmit, pendimit e maturisë. Pse të mos ngulitet falja dhe mshuria, ndjenjat e mira, virtytje, shtirësia. A e di njeriu zemrën si ta pastroj, mendjen dhe shpirtin si mund t'i qetësoj. Bëj zakon të mirën, moralin dhe drejtësinë. Tregohu i dhëmshur e fale njerëzin, dhe kur kej natën në kes mirë dikë, largoja urrëtitjen dhe lutu shumë për të. Shkëmbes sa të mundesh, dhurata, buzëqeshje, me fytyrë të çelur, largo çdo përqeshje. Do shikosh sa bukur zemra do qetësohet, do vresh sa mirë shpirti do gëzohet. Por mos harro t'i lutesh Zotit të plot fuqishëm. Nuk bën dot pas Zotin sa do t'i jesh i dishëm, se Zoti që të krijoi ta dha dhe diturinë, të bëri të mençur ta kuptosh urtësinë. Zot që na krijove, Zot i madhërishëm, pastroj zemrat tona, pastroj zemrat tona, të jemi të njerëzishëm. Të nderuar pranishëm, Ramazani na mëson se ndryshimi vjen me sinqeritet dhe vendosshmëri. Na mëson se vepra më e vogël kur bëhet për hir të Allahut ajo bëhet e madhe në beshorin e tij. Vëllezër dhe motra, të jetë kjo pranverë Ramazani shkaku një fillimi të ri për secilin prej nesh. Të mundohemi të ndryshojmë për mirë dhe të kthehemi seriozisht drejt rrugës së Zotit lartësuar. Të jemi shembull në familje, të jemi korrekt në punë, të jemi të drejtë në shoqëri, të jemi të bashkuar si komunitet. Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin famelar përmend dhe thotë: Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Me të vërtetë, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë çka në vetvete. Pjesëmarrës të nderuar, çdo gjë që ka një fillim, ka dhe një fund, e si rrethoi këtij simpoziumi po i vjen fundi. Mirënjohja dhe falënderimi i takon Allahut të lartësuar, i cili na mundsoi përsëri realizimin e këtij aktiviteti. Allahu ja shpërblet të ftuarve për mundin dhe sakrificën dhe që pranuan të jenë pjesë e këtij simpoziumi. Duhet shtoj se hoxha i nderuar Shefqet Krasniqi ka dhuruar libra me kontribut të besimtarëve që mund të leni më pas në dalje të sallës. Në emër të imamit të xhamisë Gjepale dhe organizatorëve të këtij aktiviteti, ju falenderoj të gjithëve që na keni respektuar me pjesëmarrjen tuaj. Uroj që çdo moment të jetë shkruar në beshoren e punëve tuaja të mira dhe që ky organizim të ketë qenë me të vërtetë dobiprues për ju. Miru takofshin në aktivitetet dhe organizimet e tjera. Allahu ju shpërbleft, ju pranoftë agjërimin, lutjet dhe veprat e mira. Ju uroj mbarësi dhe shëndet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.